Funerali i Papa Franceskut në Vatikan ka ndërtuar ura komunikimi dhe ka bërë paqe mes dy presidentëve Donald Trump dhe Volodymyr Zelensky. Imazhet historike të takimit të cilësuara si shumë produktive nga burimet amerikane u publikuan nga zëdhënësi i liderit Ukrainas në rrjetet sociale para përfundimit të funeralit Papa Franceskut. Sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë, presidentët amerikan dhe Ukrainas patën një diskutim shumë produktiv. Foto tregojnë se ata u takuan brenda bazilikës së Shën Pjetrit me kryeministrin britanik Sir Keir Starmer dhe presidentin francez Emmanuel Macron. Zëdhënësi Zelensky tha se takimi zgjati rreth 15 minuta dhe era dakord të zhvillonte diskutime të mëtejshme pas shërbimit. Pati duar trokitje nga disa liderë të tjerë botror që po marrin pjesë në funeralin e Papa Franceskut në Vatikan, kur Zelensky doli nga bazilika e Shën Pjetrit pasi u ndal para arkivolit të Papës për të bërë nderimet e tij. Sir Tony Brenton, ish ambasadori britanik në Rusi, pasi ngjarja paraqet mundësi diplomatike duke përfshirë takimin më të madh të mundshëm midis Trump dhe udhëheqësit të Ukrainës. Të premten para se të nisej për në Vatikan, Trump tha se arritja e një marrëveshje paqe për luftën në Ukrainë ishte shumë pranë. Gjërat po shkojnë mirë dhe mendoj se në fund do të arrijmë shumë marrëveshje të mira përfshi edhe marrëveshje për tarifat dhe tregtin, tha Trump. Do ta pasurojmë vendin ton, por do të përpiqemi që ta nxjerrim nga lufta dhe të mund të shpëtojmë 5000 njerëz në javë. Ky është synimi im. Duhet të them 5000 djem të rinj, shumica e tyre janë ukrainas rus, janë 5000 djem të rinj ukrainas dhe rus dhe ky do të ishte një nder i madh nëse ja dal. Mendoj se jemi shumë pranë, shtoi ai.